cili prej vendeve fqinj në frymën e panarabizmit donte që ajo tokë të ishte arabe, por që të ishte arabe se kishte shumë shtete arabe, atëherë kush do ta merrte një pjesë Jordania, një pjesë Egjipti, një pjesë Siria, një pjesë Libani, dhe kjo ishte deri në 64 kur doli OÇP-ja e Arafatit, e cila ishte një projekt i KGB-s. Besoj tani që janë hapur arkivat, ishte projekti i KGB-s në mënyrë të tillë për të krijuar, po themi, mundësinë e nguljes së Gojës Nasradinit në Bashkimin Sovjetik në atë periudhë. Sepse do të thënë ajo që është në luftën e parë Izraelin e ka mbështetur bloku lindor, e ka mbështetur Çekoslovakia me miratimin e Stalinit. As Shtetet Bashkuara të Amerikës, as Britania e Madhe nuk donin që ndihmonin shtetin Izraelit, qëndruan asnjë anse, dhe ishte vetëm Çekoslovakia që i dha armë, i dha avion, dhe deri në një farmasë ndihmoi te Franca. Britania ndihmoi zakonisht shumë me deklaratën e Balfurit, mandej me politikat e Izraelit, mandej Shtetet Bashkuara të Amerikës për luftën. Tani, për të kuptuar mekanizmin, në momentin në deklarata e Balfurit ka qenë 1917. Po nga i moment për luftën e parë, filluan natyrisht kolonizimi i pjesës Izraelit te falëndimës bujare të Rothschildit, dhe natyrisht pastaj në 48-ën kulminoi me shtetin Izraelit. Kolonizimi ka ndodhur. Vërteta ka dy pjesë. Kolonizimi është i dy anshëm, mos kujto se nuk kanë lëvizur arabët. Yasser Arafati për shembull ka lindur në Egjipt. Jam dakord. E kishte tokën kare. Atëherë ç'ne ky në Egjipt i profeson popullin arab të Palestinës. Edhe Arabia Saudite u krya si shtet 37-ën. Po, të lindësh në Egjipt. Të kesh prona në Egjipt, dhe nuk i morim që Radhafi se aty korrupsioni. Pra të lindesh në Egjipt, në Kairo, të kesh pronë aty, edhe pastaj të shkosh në një vend tjetër, çfarë diferencë ka ky me një, po themi, Napoleoni i Korsikës shkoi do bë perandori i Francës, Hitleri austriak shkoi do bë kajzeri gjerman, Stalin në një farë mënyre. Po të shikosh, sepse nuk doja të futesh aq larg në kohë, e kapa në 48-a e këtej. Prandaj tash që Britania. Po nëse futesh larg në kohë, ajo zona aty ka qenë një nga zonat më të varfra të perandorisë otomane. Po të lexosh shkrimet e atyre që kanë kaluar, thonë një shkretëtirë absolute. Nafta ndryshoi ekuacionin. Po ajo zonë nuk ka as naftë. Me qellafi. Ajo zonë filloi të zhvillohesh në momentin kur, po themi, filluan të shkonin kolonët izraelit në 1904, 1905. Për shkak të programeve që ndodhen në Rusi dhe të tjerë, filluan të nguleshin atë zonë, filluan të ndërtonin qytetet e tyre dhe del nga dal filloi të esta ai vend. Dhe filluan të vinin nga çdo vend që ishin rreth rrotullt. Se nuk është se ne mendojmë sikur aty, për shembull, aty kanë jetuar vazhdimisht në të njëjtën periudhë. Jo. Siç kanë ardhur izraelitët, kanë ardhur arabët. Kuptohet, arabët ishin më me shumicë në vitin, po themi, gjatë gjithë periudhës otomane. Edhe për shumë arsye, për shembull otomanët nuk lejonin që të kishte që izraelitët të blinin prona. Dhe izraelitët për të bler prona u detyroheshin pastaj që të gjenin si thua ndërmjetës. Pra emri i pronës të ishte në emrin e dikujt tjetër, sepse kishte një farë diskriminimi në perantorinë otomane. Për të ardhur te dhe deklarata e Balfurit, që ishte në 1917 për krijimin e shtetit izraelit, ishte në momente kur trupat britanike u futën në atë territor dhe pan që kishte dhe izraelit, kishte dhe arab,